Do të kthehem pas pak. Selamu alaikum. Vetëm 5 minuta. Kam në shpirt në zemër. Shtu që ta shiqet kamerën. Selamu alaikum. Paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miq anë mban botës kudo që jeni. Hajde ju lutem bëni share, bëni like sa më shumë që mundemi, sepse ti njoftojmë edhe njerëzit tjerë që programi jon Ramazani na bashkon, po fillon pas pak. Muhammedin an-nabiyil ummi wa ala Faride Bogdani, faleminderit. 12 mi ke që, 12 imamët, garant. Salli ala Sayyidina Muhammedin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى Hajde bëni like. Aleikum selam Baser vëllau. Mirë se na erdhe. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammedin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Zoti ta shtovë vëllai nderuar. Hajde ju lutem bëni like sa më shumë. Hajde ta kalojmë 5.000-shin me like juve, kur gjë nuk ju kushton, vetëm kujdes po mi theni syzat, ha? Alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammedin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Faleminderit Luan Broker që po mi bon sajgi, respekt, miku tim nga TikToku, Baseri. Muhammedin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faleminderit Baser. Hajde ju lutem Luan Brokerit, bëjani like. Po janë i follow se keni qka me ba, gjana interesante, dita ju zbukurohet. Me pozitivitet. Alihi ve sahbihi ve sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammedin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selam aleikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miq. Mirë se na keni ardhur në emisionin ton të quajtur Ramazani na bashkon. Për ndryshe një Ramazan, një program kulturor, fetar, me tematika të ndryshme nga feja, nga sociologjia, psikologjia, të gjitha nga pak. Dhe pastaj në pjesën e dytë, do të kemi
Do të kemi leximin e Kuranit në gjuhën shqipe. Luan Broker, kush dëshiron bëjani like, sepse keni gjëra të mira, kush dëshiron me shit, me ble, shtëpia etjera. Vanessa Toka Qira. Mirë se na keni ardhur të nderuar miq, kudo që jeni anë mban botës. Është mëkat. Jam me fëmijë të vegjël, nuk mund të agjeroj, është mëkat. Shiko Mina, Zoti thot në Kur'an, la yukellifullahe nefsen illa us'aha. Tha, nuk e randoj unë asni shpirt, asni trup përveç aq sa munden. Por, kur sa i përket agjerimit është obligativ për muslimanët. Në surën Bekare, Zoti na thot që agjerimin e kanë bërë në muajin Ramazan, e kanë bërë edhe ju edhe të parët tuaj. Prandaj motër e nderuar, pa marrë parasysh sa kemi fëmijë, sa s'kemi fëmijë, ne duhet bina selam aleikum xhamat. Ne duhet aleikum selam bina. Ne duhet së paku të provojmë, të ngritemi në syfyr, të fillojmë ditën e parë deri në ora 12, sa të mundemi, të dytën, tretën, katërtën kështu me radhë. Mirë po, mbesoni se Zoti është ai i cili ka me ta lehtësu, përveç nëse e ki fëmijën në xhi. Nëse e ki në xhi, ose je shtatzan, atëherë, sidomos në muajt e parë të shtatzanësisë, fëmija fetusi në barkun tënd kërkon më shumë ushqim, paqe, qetësi, për të zhvilluar gjëra të kalorishme. Kështu që ti nuk guxon me agjeru muajin e parë, dytë, tret, katërtin, por nëse sheh që në muajin e 5, 6 nuk e ke aq problem, masi ta ndin gjallë, atëherë mundesh me agjeru, por që i ke fëmijët e vegjël nuk është kjo arsye, sepse normal ka njerëzit që punojnë punë shumë të rënda jashtë shtëpisë, edhe prapë agjerojnë Ramazanin. Përshëndetje të nderuar miq, kudo që jeni anë mban botës, assalamu alaikum, mirë se na keni ardhur në programin ton. Ramazanin në bashkon dhe në leximin e Kuranit në gjuhën shqipe, që ta shijojmë sa më shumë këtë muaj të bekuar. Të nderuar miq, kam nderin të ju njoftoj se në këtë muaj Ramazan do të jemi çdo natë nga ora 9:21 deri në orën 1 të mbrëmjes. Në pjesën e parë të këtij programi të Ramazani në bashkon, do të kemi pjesa e parë është mësime 30 minuta nga Islami, nga feja Islami dhe nga lëmit e ndryshme të psikologjisë, sociologjisë etjera. Pjesa e dytë është Kurani shoku im, pra do të lexojmë hatme të Kuranit në gjuhën shqipe. Kurani ka 30 pjesë, Ramazani ka 29 ditë, kështu që deri në Ramazan shpresojmë në Bajram, shpresojmë ta përfundojmë hatmën e Kuranit në gjuhën shqipe nga profesor doktor Feti Mehdiu, për ndryshe përkthimi më i bukur, më i sakt i ekzistues në gjuhën shqipe, për fat të keq kësi këtë Alexa Lam. Faleminderit. Për ndryshe ky Kuran në gjuhën shqipe nuk ekziston pra në për librarit islame, por ja që unë e kam dhe do të mundohem në mënyrë sa më të bukur, siç sa më bukur t'ja lexoj, që t'ju lëm bresa tek juve, dhe gjithashtu këtë program do ta keni të incizuar dhe do të jetë në
në i mbjellur, faleminderit apërs ndishka anglishte paske. Faleminderit vllai nderuar apo motër. Gjithashtu do t'i keni të mbjellura pra të adët në këto video në YouTube, kanalin tim Iqbal Huduti, për ata që s'kan TikTok, por ju bëni like, bëni share, ajde mashallah, keni bo zemra, veç kujdes syzat po mi thënë, ja. Bëni like, bëni dhe bëni share sa ma shumë. Të nderuar gjithashtu në pjesën e tretë të emisionit ton, Ramazani na bashkon, do të kemi namaz me praktik, pra. Ju do të më shihni mua duke u falë, nuk është namaz taravije, por është namaz i natës së Ramazanit, namaz i posaçëm, shumë me respekt ku muj me blej Kuranin shqip. Brahim Ismaili, ky është Kurani shumë i vjetër, mëse 30-40 vjetë, por është Kurani i përkthyer nga profesor doktor Feti Mehdiu. Për ndryshe, ky ka qenë profesori dekani fakultetit filologjik dhe ndryshe është kur e përkthen një gjuhtar i gjuhës arabe, një profesor doktor i gjuhës arabe që është shqiptar, ndryshe është kur e përkthen dikush nga gjuha bosnjake apo turke apo angleze e humb kuptimin e vet, edhe më e mira e kësaj është se vetë profesori nuk ka pas guximin me thonë që Kurani, përkthimi i Kuranit në gjuhën shqipe, por Kurani dhe hija e tij në shqip. Pra, që kjo i bie se ky Kuran nuk lexohet me klapa, sepse për shembull Kurani tjetër i Sherif Ahmetit në çdo rresh, në çdo verset i ka klapat dhe e jep mendimin e vet. Ndërka që ky Kuran është i përkthyer direkt nga arabishtja, apo shihni pra, direkt nga arabishtja, pa e futur mendimin e vet përkthyesi. Përshëndetje të nderuar miq ju të TikTokut të vjetër, jeni vetëm 6 veta, super, kaloni në TikTokun e ri, këtu jemi më shumë, sepse tani edhe pak do ta fillojmë programin ton të Ramazanit. Ramazani na bashkon.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E kështu, ma ka pru një shehë prej Shkupit, me djali I ti Resuli është talent I rall, edhe kjo është një def I veçantë, me një trame I bën 2 melodi, edhe të zileve, edhe të rahlive, po une ende veç e bona kështu test se kum qitas mikrofonin e s'kugja. Shpërblimi Allahut, është gjeneti, begati Allahut, gjeneti, ata që besuan dhe veprat mira bën, do të shpërblehen tek Allahu me t'lartin xhenet. Kush Zotit ju friksua e psheti ndaloj, xheneti do të jetë vendi ti gjithmonë. Kush Zotit ju friksua e psheti ndaloj, gjeneti do të jetë vendi ti gjithmonë. Është gjeneti, shpërblimi Allahut, është gjeneti, begati Allahut, është gjeneti, shpërblimi Allahut, është gjeneti, begati Allahut, gjeneti, 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 Estağfirullah, jo, estağfirullah. Allah. Ai se mësoheni ju me ba ndryshe. Interesant, populli jonë shqiptar është shumë I mirë, shumë I dashur, shumë I respektuar, po vetëm I kanë 2 vese shumë të këqija. Prandaj unë jam ajo që ja kom ja thy, faleminderit Selma, ja kom ja thy, ja kom ja shkri këto 2 vese, ja mos më thafshin I gbale. A dini cilat janë ato 2 vese? Ato janë paragjykimet. Njeri unë janë shumë të gatshëm ta paragjykojnë. Dhe e dyta është mos respekti, mos njohja e diversitetit, e lloj-llojshmërisë së njerëzve si bereqeti Zotit. A beshe, unë jam ndryshe nga ju. Hajde gjene një gbale tjetër që është qështu, reflekton pozitivitet, ka probleme, nuk I shpreh, sepse nuk don juve m'ju hidhru, nuk kam probleme, ose kam probleme, po nuk m'duken kur gjatë mëdhaja. Prandaj, largohuni nga paragjykimet dhe merreni diversitetin si një bereqet I Zotit, sepse unë jam ndryshe, ndoshta edhe ti e keni talent, I cili talent ka me dhënë shembull edhe njerëzit kanë me dasht, po bëjka me knu ilahije, edhe ato në TikTok, edhe ato po bëjka me tregu vetën që jenë ndryshe, por ama, duhet I keni
kufinjet etiko-moral. Pra, kur gjë jashtë moralit, kur gjë jashtë hidhrimit, Zotit s'duhet me ba. Sepse ata që besuan dhe veprat mira bën, do të shpërblehen tek Allahu me t'lartin e gjennet. Kush Zotit ju friksua, e psheti ndaloj, gjeneti do të jetë vendit i gjithmon. Kush Zotit ju friksua, e psheti ndaloj, gjeneti do të jetë vendit i gjithmon. A beshe? Edhe ti mundesh, ndoshta pak më ndryshe, ndoshta pak më mirë. Okej, të nderuar miq, mu kafe jam ka ardhë, çuni edhe ju veti të bëni kafe. Dhe respekti ju lutem për të gjithë, respekt po kërkon Basiri për ata që po flasin fjalë Baseri, fjalë të ndyta. Por mos e ke dert Baser, se ti e ki se vapin e madh shumë, edhe Sakica edhe Luani, sepse ne po dëshirojmë që gojfulliçurit, njerëzit negativ, njerëzit xheloz, njerëzit paragjikues, njerëzit që nuk kanë respekt ndaj krijesës të Zotit që është ndryshe, në këtë rast ata do t'i çojmë në bërllog, do t'i çojmë jashtë TikTokut ton, në mute, do t'ja mbyllim gojen, do t'i bëjmë vlog, sepse nuk ja vlen në muajin Ramazan të ofendojmë njerëzit tjerë. Moderator? Është aleikum selam për parin. Është moderator kjo bre Sakica edhe Baseri. Baseri dhe Sakica, ju lutem, vetëm kur shajnë keq, kur shajnë fjalët e dyta, mos i hekni, ai po pyet pse ki fal pram, po thot gabim namaz. Po, ajo nuk është. Nuk din ai. Po, ajo është ignorant, nuk din, ato mos e hekni. Ama kur shajnë për shembull diçka që fëmia mos me u Okej, jo, veç fjalë a jeni Traoveçit, jo të Prizrenit. Prizrenit, jemi Kosovës, Sakica ka koptu. Okej, edhe Basiri, okej, që ka shu, O-K-A-Y. Jasha Baser, po e di ka anglishtën ti mira. It's okay to not be okay, but it's not okay to stay that way. Është në rregull mos me qenë diçka në rregull, po nuk është në rregull me mbet gjithmonë çat pozitë. Prandaj hecni përpara sepse djeshmja është e kaluar. Të nesërmën askush nuk e din se çka ka me na ndodh. Prandaj shijoje të sotshmën si dhuratë e Zotit që është për ty. I duhet jemi të lumtur, miq të nderuar, që kemi pas jetë që të hymë në këtë muajin e bekuar të Ramazanit, sepse atyre që i ndryshohet jeta gjatë këtij muaji të Ramazan, ndoshta do t'i ndryshoj jeta për 1 vit, për 10 vite, apo për tan vitin, sepse Zoti në Kur'an thot: Inna enzelnahu fi lejletil qadr. Ne e kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Lejletul qadri khajrun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. Faleminderit jolla. Prandaj, nëse kur themi nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj, kjo i bie nëse përpjestojmë 1000 muaj afër 83 vjet ymër. 83 vjet jetë. Dhe prandaj ne themi se nëse e fillojmë me ndryshu muajin jetën tonë në muajin Ramazan, mos me qenë dita e sotshme si dita e djeshme apo si muaji janar apo dhjetori 2025. Pra, në muajin Ramazan është pranvera e zemrave të njerëzve. Muaji Ramazan është një koqiri i muajit Ramazan, susu marke, faleminderit,
Një koqiri muajt Ramazan është Zoti i lartësuar. Ne jemi mysafirët e tij. Prandaj Zoti thot nuk do t'i lëshoj pa dhurata mysafirët e mi të muajt Ramazan, ata që e kanë respektuar Ardiana, faleminderit zemra, ata që e kanë respektuar muajin Ramazan, qoftë duke ndryshu jetën e tyre, dhe në muajin Ramazan e kanë lexuar fjalën e Zotit. Prandaj miq të nderuar, unë kam vendos që në këtë muaj të jem shumë aktive, më shumë se muaj tjerë sa i përket TikTokut, dhe të jemi prezent këtu sepse pas kësaj ligjërate gjysoshe që do ta përmendim favoritet e Ramazanit, cilat janë ato favoritet e muajit Ramazan, pse ka që është i rëndësishëm muaj Ramazan, prandaj unë do të përgatis edhe një pas ligjëratës e kemi sot gjyzin, pra pjesën e dytë të hatmës së Kuranit në gjuhën shqipe. Ata që nuk kanë mundësi ta kenë këtë hije të Kuranit, pra këtë përkthim të mrekullueshëm të profesor doktor Fethi Mehdiut, i cili libër është shumë i vjetër, mande unë kopertinat si që po shihni ja kam bo të reja se mosh të dëmtu, edhe këtu bile e kam prej pakës për murafshu fletet, ma kanë bo me një shtypshkër. Shtu që ju keni fatin që unë me atë mundësin time si profesion që e kam letërsi në gjuhën shqipe, edhe një lexim të bukur të shtjellueshëm do t'ja bëj në pjesën e dytë. Ndërka që pjesa e tretë është mas orës 12 deri në orën 1, ku të gjithë së bashku do të falim namazet e netëve të Ramazanit. Të gjitha këto mësime të nderuar miq, jo që janë ndryshe nga mësimet paraprakëve të hoxhallarëve tonë të nderuar, por janë mësime që ndoshta nuk i keni ndier ndonjëherë, sepse janë mësime që vinë nga burimi i fesë islame. E ajo është Kurani dhe Ehli Bejti. Ehli Bejti janë familja e profetit, ku pa profetin Muhammed sallallahu alaihi wa ali nuk ka Ehli Bejt. Prandaj do t'i lexojmë, do t'i shtjellojmë, do t'i shpjegojmë këto mësime të bukura nga këshillat profetike, kuranore dhe familjes së pejgamberit. A lejohet në Ramazan? Mundeni edhe ja 10 minuta me pyet, sepse kemi kohë. Ndonjë pyetje, jam i sëmur të prishet Ramazani, me marë, po, pa tjetër Deutschland, nëse merr injeksionin çdo gjë që ka hyrë në trupin ton, qoftë uji, buka, ushqimi, një pikë ujë, një glënke ujit me qëllim, cigarja, timi, e tjera, edhe gjilpëra e prishin Ramazanin, agjërimin po mendoj, prishet agjërimi dhe normal atë ditë e zavenson me një ditë tjetër, pra atë ditë që e ke marrë injeksionin, ki qenë pa qef, e zavenson me një ditë tjetër. Por nëse nuk je shumë i plagështuar dhe mund të agjërosh dhe injeksionin mund të marrish para syfyrit ose mas iftarit, kishte me qenë më e mira, sepse në muajin Ramazan edhe metabolizmi jon i trupit ton, i të ushqyrit, ndryshon shumë. Prandaj të preferoj, nëse është mundësia ta marrish injeksionin pas iftarit, kishte me qenë më e preferuara. Mirë po, unë të nderuar miq, ju them prapë, mos ju që kur nuk keni agjëruar dhe ndoshta i keni 40 vite, merreni, shijojeni këtë begati, këtë mrekulli të agjërimit, sepse do të habiteni se çfarë do të ndodh me gjendjen tuaj fizike dhe shpirtërore. Prandaj unë kam thënë edhe prapë po them
që ju që thoni nuk po mundëm me agjeru dhe kur nuk keni agjeru, normal që e keni vështirë, sepse ne që kemi agjeru që nga mosha e fëmërisë, që nga mosha 12 vjeçare, unë kam fillu të agjeroj, atëherë unë që nga jo mosh kur kam filluar të agjeroj, sot nuk e kam vështirë. Por ju që nuk keni agjeruar kur edhe thoni nuk po mundem, pyetini vetëm pse nuk po mundeni. A e keni provuar ndonjëherë? Për kështu, jo thot nuk po mundem për shkak se unë e përdor alkoholin, ose e përdor cigaren pra, e tjera, ju provojeni agjerimin e Ramazanit, respektojeni sofrën, tryezën e syfyrit, ngrituni në syfyr, hajeni syfyrin aq sa keni, sa ju ka dhënë Zoti, fillojeni ditën vendosa në emër të Zotit me agjeru këtë ditë të Ramazanit, dhe pastaj nëse nuk mundeni pa birrat apo pa cigaren tuaj, unë ju preferoj, unë e më në qaf para Zotit, ju agjeroni edhe duke pirë cigare, sepse ju jeni fillestar, dhe shikoje veten, bëne test veten, se si është me agjeru pa hangër buk, por duke pirë cigare, por normal, ky nuk është agjerimi plot, por është agjerim testues, sa me pa veten e juj, apo mundeni me agjeru deri në fund të ditës, apo dikush thot valla unë pa birra nuk mundi mja bo, por mundi mja bo pa ushqim, okej? Atëherë përdore birrën, se ti ashtu se ashtu e ke përdore dhe para Ramazanit, mirë po deri në iftar, mos ha as buk, as uj, as kurgja, po vetëm birrën. Dhe keni me pas se ky agjerim testues, ndoshta Zoti e pranon, ku ta dim ne, Zoti i dëshiron njerëzit të cilët pendohen, thot ja valla po mund këm me agjeru Ramazanin, kadal kam një 20-30 të rinje, të cilët kanë fillu në këtë mënyrë, me këtë agjerimin testues, kanë fillu pastaj të agjerojnë komplet Ramazanin, pa as një pik problemi. Mbile ato mas 10-15 ditve, ala pa ardhë gjysa e Ramazanit, kanë fillu mandej me lanë edhe cigaren, edhe birën dhe kanë vazhdu me agjeru Ramazanin. Prandaj unë tham, unë jam përgjegjëse para Zotit për juve që përdorni alkoholin, që përdorni cigaren dhe nuk mundeni pa to, agjeroni edhe duke pirë cigare, edhe duke pirë birra, por ky është agjerim testues, por ndoshta Zoti ka me na pranu, ka me ju pranu se gjithashtu, dikush thot jo unë nuk mundem, sepse kam pa kafe unë nuk mundem, okej, motër e nderuar, falenderit Nazi për kafen, ma ka pru burri. Dhe nëse dikush thot jo unë nuk mundi me nejtë, se më dridhet trupi, më dhem koka, e tjera, atëherë juve ju preferoj që të agjeroni aq sa mundeni. Do me thënë, ngritu në syfyr, hane syfyrin pra kaftjallin i bjen, darkën e syfyrit, apo drekën, apo qatë shujtën e syfyrit, dhe bëjeni një jetë vendosa me agjeru ditën e nesërme të Ramazanit, dhe pastaj vazhdo, ndoshta ditën e parë keme agjeru deri në 12, ditën e dytë deri në ora 2, në realitet duhet me shku deri kur thirr ezani, 15 minuta mas ezanit, por për ata që kur nuk kanë agjeru, le të provojnë me agjerim të pjesërishëm, kësa i thojnë, pra nuk është gjithashtu agjerim testues, ju që s'keni agjeru kur, juve nuk e keni dënim, faleminderit osi, nuk e keni dënim prej Zotit, sepse ju jeni duke testu veten. Prandaj, bëni ndryshime, sepse muaj Ramazan është muaji i ndryshimeve. Okej, tani pa humbur kohë, po kalojmë në pjesën e parë
të programit ton, ku do të flasim për favoritet e muajit Ramazan. Dikush po, Allah të shpërblet, Baser, shumë faleminderit. Lutoni për mua, inshallah Allah mi plotëson dëshirat e vogla të kësaj dunjas, edhe nëse nuk realizohen, nuk e kam problem, por ja, kështu janë, ne jemi na njerëzit që nuk ngopemi najherë me të mirat e Zotit, po kur është në pyetje e vlatët, aty kemi pak dëshira më të mdhaja. E na dëshira jeme është thëmë, o Zot, bëni 2x2. Shumë e lehtë, shumë e lehtë, por e vështirë sot për rinin me gjetë fatin që duhet. Prandaj lutoni inshallah për dëshirat e juja, sepse këto natët e Ramazanit kërkujve Zoti nuk ja kthen duart bosh. Por nëse shumë besoni edhe smundjen e ju ja bon shëndet, por kritë barët. A nëse na i besojmë barnave e i besojmë doktorave, me doktora kanë me të përcjell deri në qefin. A nëse na bohemi të devotshëm, i lutemi shpirtnisht me zemër, Allahu bën mrekulli. Unë shoh shumë njerëz i di që me namaz nate janë shëru prej kancerit. Me namaz nate, sepse Allahu nuk e ka vështirë, vetëm thot bëhu edhe bëhet. Kun fejekun. Prandaj, kur erdhe Musa, te Zoti i tha, o Allah, të lutem më shëro, ti je shërues. Zoti çka i tha? Jo, tha, shkothat e ata ekspertet, ato mendjet e ndritura, që i ka mësu Zoti. Thot, shko ti kërkoje ilaçin, a shërimi është në dorët e mia. E ka njerëz që veç i kërkojnë ngajnë mas ilaçeve, a shërimin nuk e kërkojnë prej Zotit, po besojnë ilaçeve, besojnë barnave, nuk i besojnë Zotit, që a i bën mrekulli. Por për me bën mrekulli, duhet edhe ti një premtim mja dhon ati. Prandaj, o Allah, unë ty po të premtoj që deri në frymën e fundit, kam me të ndihmu ty, si që ke thënë në Kuran, më ndihmoni mua, unë do t'ju ndihmoj juve. Ndihma nuk bëhet vetëm që tu mull edhe me ligjeru. Do shta unë jam e mirë në ligjerim. Do shta najher e këndoj një ilahi e shpirtin ja qetësoj me fjalë të Zotit. Po ka dikush që i ndihmon Zotit me fjalë të mira, me sjellje të mira, me një sadaka, me një punë, me një lexim të Kuranit, e tjera. Por mos të harroj të nderuar miq, hajde t'i ndihmojmë edhe na Zotit, që edhe Zotit na ndihmon neve. Unë para një muaji e kam shtyp një libër, kam shtyp një libër, i cili libër, është në për konferenca ndërkombëtare. Vesh një moment ju lutem të analiqt. Tash kemi leximin e hatmës së Kuranit në gjuhën shqipe. Mire, pas ke incizu, super. Të nderuar miq, Zoti në Kuran ka thënë në surën Muhammed ajeti 7, thotë më ndihmoni mua dhe unë t'ju ndihmoj juve. Prandaj ju kisha preferuar që ndihmën, Zoti nuk ka nevojë për ndihmën tonë, por në mënyrë që ai na jep neve vullnet, sepse atë diturinë e tij jo çdo kush mund ta marrë dhe ta pasoj. Atë mëshirën e Zotit jo çdo kush mund ta ketë. Prandaj ne jemi krijesat e Zotit që kemi dhunti të ndryshme, dikush me shkrujt një libër, dikush me thënë një fjalë të mirë, dikush me punu punë të rënda edhe me mund me fitu, më bo milioner e me ndihmu njerëzimit, me dhënë sadaka e tjera. Prandaj unë ju preferoj që ta bleni, ta porositni këtë libër në numrin tim të WhatsAppit 044 509 200,
është një libër i imi i cili ka tematika të cilat i kam prezentuar nëpër botë, pra tematika nëpër konferenca ndërkombëtare. Kryesisht janë tematikat me përmbajtje islame, pra kuranore, janë edhe për gratë, edhe për gruan, pra rolin e gruas në shoqëri. Kemi edhe tematika si të ofrojmë strategji për themelimin e një familje muslimane të mirë, si ta trajtojmë femrën muslimane e cila është besimtare edhe ma pak besimtare, mandej kemi edhe si ta edukojmë familjen përmes Kuranit. Janë me të vërtet tematika që mua më kanë marrë kohë shumë për me kriju një tematik, minimumi ka 20 faqe, mirë po janë tematika të cilat sa herë që kudo që ta lexoni diçka, keni me marrë një mësim. Dhe është shumë e rëndësi që libri është një hajrat u sadakat u gjarje, që është një sadak deri në ditë kiametit. Jo vetëm për mua që e kam bë dhe normal kam dhënë para për me u shtyp me ardh deri në këtë gjendje. Por është një sadakat u gjarje, është një sadak e përgjithmonshme, deri në ditë kiametit kur ti e blen këtë libër dhe ja dhuron për shembull vajzës, nusës, për ndaj ditëlindje, për diçka, ose hiq e lën në raftat e shtëpisë, pasi që ti ta kesh lexuar dhe ta kesh marrë shënimet anash, se zakonisht unë kur lexoj libra, që sa për m'ju tregu, kur lexoj libra marr edhe shënime këtu anash, dhe ndoshta një ditë, ndoshta ti nuk do t'jesh në këtë botë, por kur djali jot apo vajza jote kam i marrë ato libra dhe kam i shfletu, kam e pas atë aromën e prindrit, edhe kam e pas se wow, prindri im çka pas ka lexu, ndoshta ai mund të ketë jetë shumë i devijuar, por për shkak një librit ti që e ke lënë si amanet ke vdek, por librin e ke lënë në raft, ai ndoshta ka më udhëzuar. Prandaj mos kurseni kur për libra, ani që mendoni se nuk mundem me lexu. Këtu janë gati 300 faqe, me lexu ka 10 faqe në ditë, për 30 ditë e lexoni këtë libër, pra për 30 ditë, për një muj ditë një libër e lexon. Çdo herë kur lexoni diçka të mirë, me siguri se ajo kam ju sjell dobi, kam ju ndriçu trurin tuaj. Ky libër kushton 15 euro, mirë po unë e kam bën një paket librash, pra 20 euro, jo një zafran një kishëm pi, 20 euro kushton pra vetëm, se e bojkat, 20 euro është një paket, pra një paket librash, të cilën e kam kriju me 7-8 libra tjerë, gjithashtu janë shumë libra interesant, të cilat nuk mund të gjeni në internet. Prandaj libri preferuar është libri më i mirë që keni me pas shumë dobi. Që për shembull ku e qela, këtu e kam marrë, kam spjegu ajetin kuranor: Alam ahad ilaykum ya bani Adem la ta'budu shejtan, innehu lakum aduwwun mubin. Zoti thot, a nuk ju kam porosit juve o bijtë e Ademit që mos ta adhuroni shejtanin, sepse shejtani është armiku juaj i hapur. Pra, shikoni këtu, pra në këtë libër i kemi rastisht e hapa një këshillë e more. Prandaj ju falenderoj shumë kush e porosit këtë librin me 7-8 libra tjerë, komplet kushton 20 euro. 20 euro në Kosovë e keni postën gratis prej meje, në Maqedoni më duket se ish 5 euro posta, edhe në Shqipëri,
kështu që 20 euro ju përgadis një 7-8-10 libra, mbarësisht sa janë të holla trasha, ato janë gratis faktikisht, ose e kanë një çmim 50 cent, por ato kanë kushtu ka 4-5 euro, po unë i kam bajagi me shumicë disa, e po du me i dhënë gratis, se është gjuna për mu me nejtë në shtëpi. Prandaj, ju falenderoj edhe një shumë kush e porosit këtë libërtimin, keni me pa mësime të mrekullueshme, po plus ato sa herë që e hap kështu e pshe një qaj mu që me bo, ka pun, du të me shku me nxe ujin, me qit qajin, limonin e tjera, me pru, goten me la. A kështu tu nejt vetëm e hap që shu librin, edhe se vapët ju mbushet mendja ju i shpirti ju i zemra. Vetëm me lexu është ibadet, sepse fjala e parë e Zotit ka qenë ikre bismi rabbike ledhi, lexo në emër të Zotit. Pra, Basar mund të shkruan numrin se unë s'po mundi, 044 509 200, është numri im personal. Tani po e shoh që dikush ka interesim, wow, një u bo, por do të falim edhe namazin, se sot e gjata pak ma shumë, po normal ata që kanë nesër, po sot e premte, super, e shtunë, veç shtuna ka fillu, kështu që nuk është problem. Ku mundemi me bli, Blankë, nuk e kam qitë këto në shitje, sepse s'kam pas mundësi me botu shumë, i kam botu vetëm 200 copa, kështu që nuk është në për dyqane në për vende, po është vetëm përmes postës, posta ja bjerë deri te shtëpia. Pra, shkruni në numrin tem privat, 044 509 200, e pastaj une ju marr adresën, edhe posta ju bjerë mrenda 4-5 ditve. Nëse jeni jashtë, faleminderit shumë të lushin duhet zemra. Nëse jeni jashtë Kosovës, atëherë shkon një javë ditë. Por e porositni në telefon. Këto edhe une ju pys, në qofse jeni të ri, baballar të rinj, kam nona të reja, kam libra si mi eduku fëmijët. Ato janë ka 5 euro, po une i kam zbrit në 50 cent. Në 1 euro, sepse po du me ra këto libra tamam në vendin ku duhet. Se drejtën me thënë, unë ato i kam ble, po i kam ble me një çmim t'ullët vetëm për me i shit për me fitu. Po masi që kam angazhime tjera, edhe pak njerëzit nuk po kanë interesim, kështu që po du me i dhënë atyve që kanë interesim me çmimin ma t'ullët se sa që i kam le. Pra, nëse keni dëshirë për libra filozofi, psikologji, rritjen e fëmijëve, apo keni letërsi shqipe, se i kam edhe disa libra nga fakulteti që kam ble shumë, e i kam lexu, ato janë pak përdor me të lexume, por kisha pas dëshirë me i dhuru, sepse mu ka mush biblioteka, edhe du ato që i kam lexu, e që i kam duplo ma shumë, ato do t'i jap inshallah. Branka tua. E kuptuat pra zotni? Bella, faleminderit të ri zemra. Jemi e premte, nesër sot e kemi ditë pushimi, kështu që hajde po shkojmë edhe me një ilahije tu pi qaj, e pastaj do të shkojmë me faljen, njëherë me porosit numrin e telefonit. A mund është edhe njëherë me përsërit. Po, Baser, 044 509 200. Shkruje që ato edhe ta bëjmë pin, po s'po dia mundi me bo pinet. Po, e pas ke bo, bravo. Ky pra është numri im, përpara ja qitni plus 383, okej? Çaj zafran për ndryshe është shumë i preferuar dhe është bajagi shtret, një kuti e vogël është 8 euro, 10 euro, mirë po është çaj i cili është i mirë për qetësim,
për nervoz, për lodhje psiqike mendore, për qarkullimin e gjakut, zemrës, pra për enët e gjakut, është e mirë për migren, për kokëdhimbje, për gjakun e nalt, e tjera, ka lloj të mira për largimin e toksinave nga trupi, sidomos për zemër, është tepër e mirë edhe për tru. Kjo qitet 2 fije, unë e kam në kanalin tim YouTube për zafranin, qitet 2 fije me një vend, me një tasnë të vogël, edhe pak sheqer, edhe me një lugë drunit ato i përzini, shtyp sheqerin me ato fijet e qajit, se janë si fije qajit, edhe kur i shtyp ato bëhet si pluhur, mandej veç ja qet ujin. Edhe nuk guxon me lën asnjë fije të qajit, s'guxon me lën në filxhan, sepse është i shtrejt edhe është i dobishëm nëse shkon në luks e jo nëse shkon në bërllog, ajo është si me shku në xhehenem. Për çfarë numër është? Arjeta është në numri i telefonit tim 044 509 200. Apotek ka, po ka edhe në për Barnatore, Zafran, keni faleminderit Elina, keni edhe te këta vllaz, te këto 4 lullat aty ku shesin këto barnat natyrore, po unë bile kum pa edhe në për, ma shumë në për Barnatore ka, po unë për veti, ku e pash me një vend shumë pëlqej, ishte Istanbul Shop, aty e gjeta këta, edhe ishte 8 euro bajagje madhe, e keni te 4 lullat, kur hyn të ajo bugazin, ajo rruga e ngusht që të qet te parkingu te kuvendi. Safran apo zafran. Shafran, është e vogël. Safran, po, me së. Ama është shumë çaj mirë. Veç madje edhe fëmijëve preferohet, që fëmijë që nuk janë të rahatshëm, por nuk preferohet mu pi shumë gjatë ditës, sepse sidomos nëse je shofer, por për studentët kur mas mësimi, domethënë kur ngarkohet shumë në lexime me studim, para se me fjet, këta me pi me njëherë me gjumi qetësohet edhe për njerëzit që kanë gajle, brengosën e shka ka me ndodhe, tjera. Të nderuar miq, tani po shkojmë te pjesa e tretë dhe e fundit. Pra kemi me fal. Sot këtë natë, i kemi 10 rekat. Dje kemi pas 8, sot i kemi 10. Mirë po do t'i ndajmë në nga 2, është 10 është maksimumi. Mirë po mundesh me falë vetëm 2, 4, 6, 8 ose 10. Por unë zakonisht kam qef sa ma shumë qaq ma mirë, po ju mundeni, sa keni mundësi. Pra, nga 2 rekate do t'i falim. Rekatin e parë Fatiha, Elhami, dhe 5 herë është Ikhlasi, Kul huvallahu. Pra, gjithse janë 10 rekat, nga 50 herë Ikhlasi, o kry. Pra, nëse ndajmë 50 herë në 50 Ikhlasa, Kul huvallahu, në fani, e ndajmë në 5, atëherë në 10 i bie ka 5 herë. Një elham, 5 Kul huvallahu. Po tash po lexojmë lutjen e ditës së sotshme. Dita e tretë, sot jemi dita e tretë, se veç kemi hyrë, ora është 1. Pra, edhe pastaj nga 2 rekat, 1 elham, 2, 5 Kul huvallah.
një Fatiha, 5 Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. O Zot, më dhuro në këtë muaj mendim dhe paralajmërim dhe më largo prej marrëzive dhe mos kuptimit dhe më cakto pjesë prej të mirave tua, o Allah, të cilat I ke zbrit në këtë muaj. Me bujarin tënde, o dhënës, o bujar, o Zot I madh. Allahume salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Kjo pra është lutja e ditës së sotme. Tash pa humbur kohë, po vazhdojmë. Unë e pëqeset mikrofonin në mënyrë që ku shkojnë sejdë me ndëgju ma mirë edhe fjala e sejdës. Ju zonjat kur të lyheni, rregulloheni, kur të merrni abdes duhet bajagim mirë me laftyrën. Qofshe pa makjazh, se unë nuk qes shumë makjazh, ama mirë po dukem, apo jo. Okej, hajde tash vazhdojmë, 10 rekat me I fal nga 2, 5 herë, nga 2 rekat. Rekati I parë 1 elham 5 kul huvallah, rekati I dytë 1 elham 5 kul huvallah. Pra komplet 10 rekatët ka 2 kemi mi fal. Unë po I fali me zë, për ata që janë fillestar, mundeni pra mu drejtu ka kiblja, edhe nëse nuk I abdes, spaku 2 rekate fale, nëse nuk din, ose spaku bohu e ndëgjushme edhe bon tap, që njerëzit që dojnë me në ndëgju, vazhdojnë. Këtu është edhe 9% bateria, tash s'mundi edhe mikrofonin edhe këto, po tentoj. Hajt inshallah bon, zgjat inshallah. Estagfirullah, vendosa në emër të Allah, Bismillahirrahmanirrahim, vendosa në emër të Allahit me fal, 2 rekat nafile, namaz të natës Ramazanit, për hir të Allahut, kurbeten ila Allah, Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمدك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمدك سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمدك سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوم وكود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف يا فتاح يا رزاق يا عليم يا عليم يا عليم يا وهاب يا وهاب يا وهاب إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمدك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمدك سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمدك سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بسم الله وبالله خير الأسماء الحسنى ولله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد 7% po më intereson kur po shkojnë sejdë apo nihet zoni jem. Po jo shkrune. Se për çat arsye pe maj mikrofonin, nëse s'nihet bare mos ta maj mikrofonin tash ti më mush këtu me bateri. Po, bravo, bravo, super, super. Faleminderit base. Hajde 2 rekat të tjera, 4 po bëhen. Bismillahirrahmanirrahim, vendosa në emër të Allahit me fal, 2 rekat namaz natet kësaj natet të Ramazanit, kurbeten ila Allah, me u afru Allahut. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyake na'budu wa iyake nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمدك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمدك سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمدك سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوم وقود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم